Ekipi antikorupcion i LSDM-s ka shpalosur sot akuza serioze ndaj kryeministrit Hristijan Mickoski. Partia opozitare pretendon se kryeministri është i përfshirë në një rrjet biznesi energjetik e cila shtrihet nga kompanitë offshore përmes partnerëve rajonal të biznesit deri te vendosja e njerëzve të afërt në funksione kyçe në institucionet shtetërore. Antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s Jon Forçkovski në konferencën e sotme për media tha se bëhet fjalë për rrjet që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me biznesin e energjisë elektrike, ndërsa akuzoi se pikërisht në këtë rrjet fshihet arsyeja për rritjen e harxhimeve të rrymës. Shikojeni këtë oktapot, në krye është sigurisht Mickoski, por filloj me një emër për të cilin Mickoski nuk dëshiron të flitet, Dušan Adamović. Mickoski e ka mëruar konsul deri në Serbi, ndërsa 15 ditë i shmangej përgjigjes për lidhshmërinë me të. Përmes Adamovićit, një funksionar i SNS-s Partia Simotore Vëmëros, arrimte një kompani offshore nga Kipro, prej nga fillon zbërthimi kësaj nyje së biznesit energjetik. Nga struktura offshore në Kipro është kompania Altaria Research Limited, e cila çonte Rudnap Group, një holding energjetik i biznesmenit serb Vojin Lazarević. Ai shtoi se lidhjet më tej vazhdojnë edhe në veçeverinë dhe se lidhja me qeverinë e Mickoskit është direkte. Forçkovski po ashtu pretendon se në këtë rrjet është e përfshirë edhe ministrja e energjetikës Sanja Bozhinovska, e cila ka qenë drejtoreshe ekzekutive e Rudnap Group dhe drejtuese në Rudnap Dual Shkup. Rrethi me interesat e biznesit energjetik dhe pozicioneve politike rumbullaksohet edhe me vendosin e njerëzve të tjerë në funksionet kyçe. Në Bankën Zhvillimore Mickoski e mëron bashkëshorten e partnerit të tij në Hidrocentrale, Efimia Dimovska. Për çdo biznes nevojitet bank. Në Rek Manastir, prodhuesin më të madh të rrymës, drejtor bëhet Ivan Kukovski, i afërt me familjen e Mickoskit dhe ish këshilltar i Bozhinovskës. Pse është rëndësishëm Rek? Sepse kur prodhohet më pak rrymë, Maqedonia duhet të importojë rrymë të shtrenjtë prej jashtë vendit. Forçkovski paralajmëroi se në periudhën vijuese do të ketë detaje të reja për këtë biznes rrjet, përkatësisht do të ketë segmente të reja për lidhjet me Serbinë, Çekinë dhe Austrinë.